Takua është një ndjenjë thellë respekti dhe frike ndaj Allahut, e cila udhëzon muslimanët në çdo aspekt të jetës së tyre. Ajo nxit reflektim dhe veprim në përputhje me mësimet e Islamit. Takvaja është vlera më e rëndësishme e besimtarit. Ajo është një emocion i brendshëm që del nga ndërgjegja e njeriut. Në botën e përteme, njerëzit do vlerësohen sipas takvas që ata kanë. Gjëja kryesore që do të përmendja për pjesën e devotshmërisë do të ishte saktë dy prej tyre, për kufizimin që do të jepet devotshmërisë. E para është falënderim ndaj Allahut për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, dhe e dyta është frikë në formë respekti ndaj Allahut xhele xhelalu, duke u friksuar atij se mos nuk i kam mbushur ose nuk i kam plotësuar plotësisht ashtu siç duhet të gjitha urdhëresat që ai më ka dhënë mua, dhe nëse nuk e kam ndaluar, nuk e kam privuar vetveten nga kryerja e gjunaheve. Konceptin tim, devotshmëria është besimi ndaj Allahut, lidhja shpirtërore e njeriut, e individit, me krijuesin e tij. Është, si me thënë, zbatimi i porosive të Kuranit, njeriu të kënaqet me atë pak sa i ka dhe të përgatitet për botën tjetër. Në një epokë kur shpërqendrimi është i madh dhe varësia ndaj teknologjisë është shumë e madhe, mendoj se takvaja shërben si një mjet për vetë kontroll. Ajo na ndihmon për të fokusuar më shumë tek detyrat që ne kemi në shoqëri, në familje, apo tek detyrat shpirtërore që ne duhet të bëjmë. Prandaj në vend që ne të harxojmë kohën kot me gjëra të tjera, një njeri i cili e ka takvan, atëherë do ta përdor atë në një përmbajtje të dobishme, jo të padobishme. Në fenë islame neve kemi disa lloje të takvash, por ato që bien në sy janë 3 llojet më të rëndësishme dhe më të thjeshta për të kuptuar. Lloji i parë i takvas është ajo takva që gjendet në çdo besimtar që beson në një Zot, dhe ajo lloj takvaje është largimi nga gjërat e ndaluara dhe afrimi te gjërat e lejuara. Lloji i dytë i takvas është ajo takva që njeriu largohet nga gjërat e dyshimta. Ndërsa lloji i tretë i takvas, ajo takva që kërkohet prej çdo besimtari, është ajo takva që besimtari sakrifikon tek e lejuara e tij. Për shembull, fjetja e gjumit është e lejuar për besimtarin, ama besimtarit ajo pjesë heq ose nuk flet shumë. E ngrënar besimtarin është e lejuar, ama ai mundohet të mos haj shumë. E folur besimtarin është e lejuar, ama ai mundohet që të mos flasë shumë. Një shkallë tjetër e takvas ose maja e takvas është wara, që lind nga dashuria që ka besimtari për Zotin. Ndonse shumë dietar kuptimin e takvas ja ka dhënë kuptimin e frikës, por shpjegimet që bën ata pas, ajo frikë që e kemi në zemër buron nga dashuria për Zotin. Takvaja vepron si një kanal përmes të cilës muslimanët lidhen më fort me njëri tjetrin, gjithashtu një mjet për të lidhur veprimet e tyre. Takvaja inkurajon individin të jetë më i përkushtuar dhe i sinqert në punën e tij. Një musliman me takva i respekton angazhimet profesionale dhe punon me përkushtim dhe mundin, duke i ofruar dhe duke respektuar afatet e përcaktuara. Takvaja është një mburojë dhe një udhërrëfyes në epokën e informacionit, duke i ndihmuar muslimanët të jetojnë një lidhje të fortë me Allahun pavarësisht sfidave të botës moderne që ata po jetojnë. Të gjitha këto e bëjnë njeriu me një ndërgjegje dhe me një besim të pakufishëm dhe me dashuri të pakufishme ndaj Allahut, ndaj krijuesit të tij. Prandaj, në çdo hap që hedh njeriu i devotshëm, gjithmonë mendon, a janë këto në raport të drejtë me krijuesin apo ka devijime ndaj rrugës së Allahut. Prandaj dhe në këtë këndvështrim, njeriu do të jetë gjithmonë i kujdesshëm në jetë, si në anën shpirtërore për të zbatuar të gjitha rregullat të caktuara nga Allahu, siç janë namazi, agjërimi apo të tjera. Ai duhet i bëj këto me përkushtim dhe me një botkuptim shpirtëror të padiskutueshëm. Si mundet muslimanët të ruajnë dhe zhvillojnë ndjenjën e tyre të devotshmërisë në një botë që vlerëson ekspozimin dhe informacionin e tepërt? Teknologjia moderne dhe rrjetet sociale kanë shtuar sfidat për të ruajtur devotshmërinë, duke ofruar një sër të ndimesh. Por edhe në fushën e teknologjisë, që thatë ju, është çik e vështirë për të shmangur, sepse sot
televizionet duke qenë komerciale, nisen nga fitimi, edhe japin programe nga më ndryshmet që për mua, për shembull, janë të papranueshme, të cilat nuk përqojnë vlera, por e shkatërrojnë njeriu për mendimin tim, domethënë në aspektin e jetës morale. Ose të tërheq një diçka, domethënë në telefon apo atje një video, një send, domethënë që s'ka vlerë, edhe nuk e di, edhe thua nga kurioziteti hajde ta shikoj, por atje nuk shikon asnjë vlerë, kështu që unë jam për një selektim të çdo gjëje në elektronik. Një sfidë në ditët e sotme është përhapja informacioneve të dëmshme. Interneti dhe rrjetet sociale shpërndajnë përmbajtje që mund të jenë shumë të dëmshme për mendjen si dhe për shpirtin e çdo besimtari. Ka shumë lajme, ka shumë problematika që njeriu e largojnë për Allahu xhelle xhelaluhu. Por njeriu duke e filtruar pak atë medjen, duke e ndaluar vetveten nga përdorimi i tepërt i teknologjisë, mund ta forcojë akoma më shumë veten e tij me Allahun xhelle xhelalu, sepse duke u privuar nga këto gjëra, duke ndaluar veten tënde nga media dhe nga teknologjia, duke mos i përdorur më shumë ato, të përdorësh më shumë jetën e adhurimeve, të përdorësh më shumë Kur'anin, të përdorësh më shumë librin për të afruar me Allahun xhelle xhelalu, atëherë ti do ta rregullosh jetën tënde. Por gjithmonë në çdo punë ka një rrugë të mesme, e mesmja e artë. Nëse ne dimë se si ta shfrytëzojmë teknologjinë dhe rrjetet sociale, ne mund të përfitojmë shumë prej tyre. Ka programe të ndryshme përmes të cilave ne mund të mësojmë dhe mund të lexojmë Kur'an. Ka shumë burime si libra online ku mund të përfitojmë për të mësuar akoma dhe më shumë rreth Islamit. Gjithashtu, rrjetet sociale mund t'i përdorim dhe si një mjet shumë i mirë për t'i treguar njerëzve të tjerë rreth të vërtetave të Islamit. Po, patjetër mund ta kthejmë, por problemi më i madh është se edhe nëse ti e të përdor teknologjinë duke lexuar Kur'anin, përdor teknologjinë për lexuar libra fetar, ekziston edhe një rrezik tjetër, sepse ndërkohë që ti duke përdorur teknologjinë për t'u afruar me Allahun xhelle xhelalu, mund vinë informacione të tjera, mund vinë lajme sepse nga interneti që është hapur, mund vinë lajme që ty do të shkëpusin nga ajo vepër që je duke bërë. Prandaj duhet minimalizuar në maksimum përdorimi i rrjeteve sociale, përdorimi i teknologjisë aty ku është mundësia. Në kohën që jemi duke jetuar sot, në kohën moderne, sfida për të jetuar besimin është tejet e vështirë. Sepse besimtari sa del nga shtëpia e tij përballet me gjunahet, përballet me vështirësitë. Sprova, stresi, vështirësia emocionale janë pjesë që besimtari në një farë forme e heqin nga adhurimet. Rrjetet sociale janë një pjesë që ato e pengojnë. Besimtari kësaj kohe duhet të mundohet të gjejë disa zgjidhje që të arrijë devotshmërinë. Sepse devotshmëria është një thesar i pakrahasueshëm. Ato gjëra që pengojnë si rrjetet sociale ndoshta duken si të afrueshme tek feja. Ndoshta ai është duke dëgjuar një ligjërat, por ama është duke sakrifikuar gjën më të rëndësishme të besimit. Është duke u munduar të merret me diçka të bukur, ama po lën një sunet. Sepse ai shikon, dëgjon një kohë shumë të gjatë, ama namazin e lën në fund. Ndoshta e kalon të gjithë natën duke parë video ose duke parë emisione të ndryshme dhe harron atë më të rëndësishme që është adhurimi natën. Përkundër vështirësive, ka shumë mënyra praktike që muslimanët mund ta ruajnë dhe ta zhvillojnë ndjenjen e tyre të devotshmërisë dhe përkushtimit ndaj Allahut. Njeriu duhet të jetë gjithmonë në lidhje me Allahun e krijuesin e tij. Duke qenë në këtë raport, ai gjithmonë mundohet të jetë i kujdesshëm, duhet të jetë i sjellshëm, duhet të jetë i moralshëm me gjitha me radhë. Duhet të shmanget nga gjitha këto gjërat të cilat e shkatërrojnë njeriu në ditët e sotme moderne. Besimtari nëse do ta shikojë takvan si ura më e rëndësishme për t'u afruar me Allahun xhelle xhelalu, njeriu i cili ka devotshmërinë, ka frikën ndaj Allahut xhelle xhelalu, do të mendojë shumë mirë për çdo hap që hedh, do të mendojë shumë mirë për çdo fjalë që flet, do të mendojë shumë mirë për çdo veprim të tij, dhe nëse do të veprojë në këtë formë, atëherë çdo gjë e tij do të jetë pozitive. Pra takvaja, devotshmëria gjithmonë ndihmon në mënyrë pozitive për besimtarin, për njeriu si në jetën personale, ashtu dhe në jetën e tij profesionale. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Përmendni Allahun shumë, sepse ai që është më i devotshëm ndaj Allahut, është ai që ka frikë Allahun dhe është i kujdesshëm ndaj urdhrave dhe ndalesave të tij." Ne shikojmë që bota sot është në një pështjellim të madh
Dhe unë mendoj që vetëm besimi tek Zoti, besimi tek Allahu, Islami e shpëtojnë njeriu nga të gjitha fenomenet e këqija që ndeshemi sot në botë. Praktika që unë do të përmendja për të ruajtur devotshmërinë me Allahun xhelle xhelal do të ishte më e rëndësishme është përmendja e tij. Ta kujtosh Allahun xhelle xhelal sepse ka shumë ajete kuranore në cilët njeriu i përmendet duke thënë, thot Allahu në surën Bekare, thot Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum. Më kujtoni mua që edhe unë t'ju kujtoj juve. Në një botë të mbushur me zhurmë dhe shpërqendrim, bota edhe pa qenë e mbushur me zhurmë dhe shpërqendrim, ne duhet që ta kemi takvan. Disa nga gjërat të cilat na ndihmojnë për ta ruajtur, do të vë të përmendja për shembull namazin. Tek namazet janë namazet nafile më së shumti, sepse namazet farz janë ato të cilat ne i kemi obligim dhe i bëjmë gjithmonë. Leximi i Kuranit të jetë i vazhdueshëm, sepse vazhdueshmëria e tij është pikërisht fjala e Allahut, e cila na është këshilluar dhe na është obliguar. Të tretën do të thoja agjerimin, dhe agjerimi është një nga pikat të cilat na bën që të kemi një devotshmëri, sepse na afron shumë me Allahun. Nuk ka një njësi matëse fikse, por vetë fakti që kur njerëzit ndodhen në një bashkësi bashk, ndihen mirë, pra me veprat që ata bëjnë, si për shembull siç mund të jetë falja e namazit bajramit, falja e namazit të xumas, apo iftaret të cilat na bashkojnë në kohën e Ramazanit. Kjo i bën besimtarët që të krijohet një atmosferë pozitive, por jo vetëm kaq. Kjo i bën ata, domethënë, që të ndikohen nga gjërat e hajrit dhe ta shtojnë akoma dhe më shumë devotshmërinë, për arsye se kur një njeri t'i kujton domethënë këto gjërat të bërit në xhamat, kjo të bën ty domethënë që të reflektosh akoma dhe më shumë dhe me veten tënde, por dhe me rrethin shoqëror që ti je pranë. Ajetet e para të surës Bekare, që ne i kemi në faqen e parë, thot Allahu xhelle xhelalu, Bismillahirrahmanirrahim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ky është libri në cilin nuk ka asnjë lloj dyshimi për të, i cili është tregues, është udhëzues për ata të cilët janë të devotshëm. Devotshmëria është ajo për cilën profeti alayhis salatu vesselam është lutur shumë në jetën e tij. Një nga duat e tij, thot profeti alayhis salatu vesselam, thot Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa. Ka dhe dy pjesë të tjera që përmend profeti alayhis salam në këtë dua, por në dy pjesët e para është udhëzimi që ka kërkuar Allahu xhelle xhelalu dhe devotshmëria. Njeriu që ka pranuar Allahun, njeriu që ka pranuar Islamin, që është udhëzuar në këtë fe kaq madhështore, atëherë duhet të ketë parasysh se devotshmëria është rruga kryesore për ta ruajtur udhëzimin e tij tek Allahu xhelle xhelalu. Për sa i përket lutjes, do ta ndaja në dy kategori, pra lutja me fjalë dhe lutja me vepra. Pra në momentin që ne trokasim në derën e Allahut, nuk duhet domethënë që të ndalemi dhe duhet të jenë të ndërlidhura me njëra tjetrën, si duaja, pra lutja, ashtu dhe vepra, në mënyrë që ajo të realizohet, sepse s'ka lutje të cilën Allahu nuk e pranon, s'ka lutje të cilën Allahu robit nuk ja plotëson, por jemi ne ata të cilët duhet të trokasim sa më shpesh në derën e tij. Një ndër punët janë punët e mira që ne mund të bëjmë me njëri tjetrin, siç është sadakaja, bamirësia, pra të bashkohemi dhe për të vepruar sa më mirë dhe me njerëzit që kemi përreth, për të dhënë një shembull të tillë. Një pikë tjetër do të përmendja qëndrimi me njerëz të hajrit, të cilët na i kujtojnë gjërat e hajrit dhe gjërat e mira që ne duhet të bëjmë, në mënyrë që të kemi një devotshmëri sa më të mirë, sepse duke ja kujtuar njëri tjetrit gjërat, kjo na ndikon dhe tek vetja jonë më së shumti. Pra ne jemi ne ata të cilët përfitojmë më shumë nga kjo. Të gjitha këto adhurime që përmenda pak më përpara, por jo vetëm, ka dhe të tjera padyshim, janë ato të cilat na bëjnë që ta kujtojmë Allahun sa më shumë dhe të jemi afër tij sa më shumë, dhe kjo na bën që të jemi akoma dhe më shumë të devotshëm. Ne kemi gjëra të cilat nuk i dëshirojmë dhe nuk i duam, si stresi, mërzia, depresioni dhe tjerë. Por njeri që është i bërmosur me mësimet e Allahut, me Kuranin, me hadithet e pejgamberit alayhis salam, ky njeri është i çliruar nga këto dëme të cilat e bëjnë njeriu të padëshirueshëm në shoqëri. Besimi në Kuran, besimi në Zot janë vetëm rrugë e shpëtimit të njeriu nga negativitetet e kësaj bote. Dhe besimtari që arrin majën e takvas është ai besimtar që
çfarë do lloj pune që bën, të vogël, të madhe, ai mundohet ta bëjnë atë konjekturën që a është Zoti im i kënaqur nga kjo punë. Dhe çdo veprim që bën besimtari thotë, a do marrë shpërblimin e madh të botën e përtepër këtë punë apo jo? Atë devotshmëri që Allahu i Madhëruar kërkon prej nesh është ajo devotshmëri që është e qëndrueshme. Dhe kjo devotshmëri e qëndrueshme ka nevojë të ushqehet. Devotshmëria është një lloj ndjenje që lidh pjesën materiale me pjesën shpirtërore. Një person që vendos që të jetojë në pjesën e devotshmërisë, në pjesën e rregullave, ai si fillim duhet të largohet nga gjërat që janë të dyshimta. Ndoshta janë të lejuara për atë, ama ai personi duhet të largohet prej tyre. Nuk do të harruar një fjalë Ebu Bekr radiallahu anhu kur e pyesin për pjesën e devotshmërisë. Dhe ai shprehet një shprehje që thotë, neve thotë në kohën tonë largoheshim nga 70 dyer të hallallit vetëm për të mos u futur tek një derë e haramit. Ndonse të gjitha gjërat ata i kishin parë nga profeti Islam. Sepse profeti Islam është imami i të devotshmëve. Është personi që ka shpjeguar më së miri devotshmërinë. Dhe të gjitha ato shembuj që neve kemi marrë, të gjitha ato shembuj janë që ne të bëhemi njëri i mirë, të arrijmë gradat më të larta dhe gradat më të pëlqyeshme tek Allahu i Madhëruar, sepse Allahu tek ne shikon devotshmërinë. Në një botë që vlerëson shpejtësinë dhe ekspozimin, takuaja ose devotshmëria ofron një kundërpesh, duke i kujtuar muslimanët për rëndësinë e lidhjes me krijuesin e gjithësisë, qëllimin e ardhjes në këtë jetë dhe rregullimin e marrëdhënieve me të tjerët. Ruajtja e takuas është një angazhim i vazhdueshëm që kërkon përkushtim të thellë dhe reflektim mbi veprimet dhe qëllimet tona.